Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Zbulova tradhtinë e burrit ditën e vdekjes së tij. Ndonjëherë mendojmë se jetojmë mbi lule, ndërkohë që jemi gjithkohës mbi gjëmba. E po, pak a shumë, kjo është edhe historia ime. Për vite me radhë, kam bërë një jetë shumë të qetë, të mbushur me shumë dashuri dhe besim për bashkëshortin tim Sandrin. Ai ishte një burr vërtet që unë kam pasundëruar gjithë jetën. I kujdesshëm, shumë i devotshëm ndaj familjes, i dashur. Ndoshta edhe ai kishte disa defekte apo anjo të mirat, por në fund të ditës të gjithë njerëzit i kanë dhe më dukeshin shumë të parëndësishme për aq kohë sa ai qëndronte pranë meje dhe dashuria ekzistonte mes nesh. Ne jemi njohur të dy në një moshë shumë të re dhe çdo gjë, siç thash, ka shkuar vaj. Asnjëherë në botë nuk do ta mendoja se pas kaq shumë vitesh do të zbuloja një të vërtet kaq të hidhur dhe pikërisht në një ditë kaq të tmerrshme siç është vdekja e një personi. E po pikërisht në atë ditë unë zbulova që isha tradhtuar për vite me radhë. Le t'ja u tregoj pak më me shumë detaje. Siç thash, jemi njohur në një moshë shumë të re, kur të dy ishim akoma në bankat e shkollës në universitet. Prejardhja e tij ishte nga një familje shumë e mirë, ka pasur një reputacion dhe integritet shumë të pastër në shoqëri. Në momentin që ne u martuam, e kuptova që do të ishim për njëri tjetrin gjithë jetën të pandar. Ishim shumë të lumtur, gjithkohës duke planifikuar për të ardhmen, ecnim, lëviznim, udhëtonim bashk, gjithçka dukej sikur shkonte fjoll, ashtu si çdo vajzë e ëndërron. Gjithashtu kemi një vajzë të mrekullueshme me emrin Ariola dhe ajo vajzë na e ka ndriçuar jetën, madje na e ka ngushtësuar dhe marrëdhënien akoma më shumë me njëri tjetrin në atë periudhë që ne kemi jetuar së bashku. Por siç ndodh shpesh, pas shumë vitesh martesë, diçka filloi të ndryshonte. Sandri u ndje më i mbyllur, më i ftohtë, më indiferent. Nuk po bëni më ato bisedat e gjata si dikur, kur uleshim për një gotë vere në një kënd dhe flisnim deri në orët e para të mëngjesit. Menjëherë e kuptova që kishte diçka që nuk shkonte, sepse vinte gjithmonë i lodhur në shtëpi me dhimbje koke dhe vetëm me ankesa. I kërkova të shkonte tek mjeku, normalisht sepse më shkoi mendja menjëherë te pjesa e shëndetit, si ne shqiptarët që gjithmonë që dikush nuk ndihet mirë, e udhëzojmë të shkojë tek mjeku. Por ai gjithmonë më shmangej, duke më thënë që s'ka asgjë për të shqetësuar, është thjesht çështje kohe, do kaloj, mund të jetë në një viroz, ose nga lodha dhe stresi në punë. Erdhi te unë si një hije. Ndërkohë kjo u bë në fillim ishim shumë mirë dhe kishim pasion, kishim praninë e njëri tjetrit dhe unë brenda kishim gjërat që na kishin munguar për vite dhe diçka nuk shkonte. Por pastaj filloi të ndodhte ajo që ajo gruaja më kishte paralajmëruar dhe të ishte sërish një person që nuk më shihte si dikur, gjërat nuk më prekte më. Ishte i heshtur, i që kishte pasur shumë flinte shumë gjumë, nuk donte të fliste për asgjë, nuk donte të bënte asgjë. Doktorët e diagnostikuan një infeksion të rëndë seksualisht të transmetueshëm. Ishte një trup që ecte në atë ditë që morën vesh këtë lajm, nuk dija për herë të parë më ra për faktin që ai ishte i smur dhe sot kanë kaluar 2 vjet, jetojmë bashkë, por unë jetoj me faj. Ndërsa ai jeton me dhimbje. Sandri ka marrë një sëmundje seksualisht të transmetueshme. Kjo do të thotë nuk kam guxim të tregoj të vërtetën. Nuk kam guxim të kthehem tek ajo grua dhe të them të lutem, ma prish magjin, ma kthem brapsht, sepse nuk funksionon ashtu. Kur hapi portë që nuk duhet, pranonte si ajo nuk mbyllet më. Dhe hëpërhë mos nuk e di, ajo është dashuria ajo që kemi tani, por e di që nuk është rruga e drejtë. Gjendje kritike. Dhe kur bën diçka që nuk është e drejtë, edhe nëse fiton,
Doja të kuptoja se si kishte ndodhur një diçka e tillë. Unë jam 36 vjeçe dhe po, ai ishte i pranoj, i bëra magji që të largoj nga gruaja. Dhe tani më duhet të jetoj me dëshirë që të më shpjegonte asgjë. Por diçka e tmerrshme ndodhi. Kur ai e pa se nuk mund të ikte dhe të shpëtonte nga kjo, më tha: "Po, e vërtet, kam bërë gabimin më të madh në jetën time, e cila nuk justifikohet. E humba kontrollin dhe kam dal nga rruga e Zotit prej shumë kohësh." Këto fjalë nuk po e kuptoja qartë, po deri diku e mora vesh se ku donte të dilte. Gjithçka që ndjesha ishte një ndjesi e tmerrshme zhgënjimi dhe tradhtie. Po shikoja personin që kisha bërë vajzën, kisha ndarë jetën, kisha ndarë mendimet e mia më private, duke më thënë këto fjalë në mënyrën më të ftohtë të mundshme. Pas fjalëve të Sandrit, e vetmja gjë që më ngeli ishte pikërisht ajo ndjesia e boshllëkut, humbjes totale, humbjes së realitetit. Si mund të mos e kuptoja këtë gjë? Si mund të isha kaq naive, të flija me një person dhe mos të kisha kuptuar asgjë të tillë, pasi ne kishim një familje aq të bukur? Vështirësia e kësaj periudhe ishte se unë e dija që ai nuk do të kishte mundësi të më kërkonte falje apo të bënte diçka për të kthyer atë që kishte humbur, pasi ai ishte në gjendje të rëndë, të pafuqishme dhe ishte në një grad të fundit. Në momentin që ai vdiq, çdo gjë mori fund. Ndjesha e shkatruar, e pasigurt për të ardhmen, si mund të jetoj me këto trauma tani, sepse vërtet ai humbi jetën, por ndërkohë vajza ime ngeli pa një baba. Unë ngela pa një bashkëshort dhe i binte ta filloja jetën nga zero. Pas funeralit dhe të gjithë procedurave që pasuan, unë mbeta vetëm me Ariolën. Ajo nuk e dinte arsyen e vdekjes së babait të saj, dhe as që nuk duhej ta dinte për shkak të moshës së vogël që kishte. Me kalimin e kohës, dhimbja dhe zemërimi filluan të zbuteshin, por kjo gjë nuk nënkupton që u bë çdo gjë e lehtë. Çdo ditë kishte betejën e saj. Dëgjoj histori të ngjashme nga miq dhe të afërmit që flisnin gjithashtu dhe për Sandrin, dhe shumica e tyre nuk e dinin vërtet të vërtetën, sepse askush nuk e zbuloi në rangun ton shoqëror arsyen e vdekjes së tij. Megjithatë, pas disa muajsh kuptova se jeta nuk mund të ndalej me atë që kishte ndodhur. Unë e di që ai ka bërë një gabim të madh, por gjithashtu unë e kam falur. Unë e kam falur shpirtin e tij, sepse kam vendosur të eci përpara. Nuk mund të harroj dhe nuk mund të jetoj më tej me pengun e zhgënjimit dhe tradhtisë që kam pësuar, sepse në fund të ditës kjo është jeta dhe jeta duhet të vazhdojë.